Në borë, në shi, apo edhe në temperatura të larta, banorët e lagjës Kodra e Trimave në Prishtinë vazhdojnë të presin linjat urbane. Ata ankohen për mungesën e pritoreve, duke theksuar se ndihen të neglizhuar nga komuna e Prishtinës. Besart Krasniqi, njëri prej qytetarëve, shpreh shqetësimin se janë të detyruar të presin autobusin në kushte të vështira, duke shtuar se asnjëherë nuk kanë pasur pritore në një nga vendet më të frekuentuara, e që është afër shkollës Asimvokshi. Po ashtu në Prishtinë dhe çdo kohë nëpër lagjet e Prishtinës, se në fshatar kemi mungesë pritore të autobusave dhe me tek veçantë në lagjen Kodra e Trimave. Është vërtet që në pjesën të Asimvokshi qetëseke ka mungesë të pritore dhe shumë stacione që janë në lagjet tonë Kodra e Trimave, kjo po vështirëson domethënë edhe don qytetarët pritjen e tyre për shkak sidomos sezonën e dimrit, ku kemi borë dhe sezonën e vjeshtës gjashit, po ashtu po jep edhe një huti të qytetarë për faktin se kur nuk ka pritore, nuk e din në cilën vend ka mund dalë autobusi, dhe në këtë mënyrë po shkakton domosdoshmë turbullirat e qytetarëve që më hupë dhe domethënë linjën e autobusit që vjen me prit pak edhe gjysore më shumë. Kështu që ne bëjmë thirrje komunës së Prishtinës, ato vendet që ka mungesë të pritorëve të autobusit të vendosen në pritorët e autobusave, po ashtu edhe domosdoshmë të vendosen në orare që është shumë e nevojshme që çdo stacion të ketë orare në veçantë, me tregu për linjat e veçanta që kemi shumë linja në Prishtinë. Tutje Krasniqi thekson se mungesa e stacioneve po shkakton gjithashtu konfuzion te qytetarët. Po është vërtet që i shkakton huti për faktin se kur nuk ka domethënë pritorë të autobusave, ato domethënë nuk e dinë qytetarët ku mund dalë, domethënë atë stacion apo ndonjë tjetër, dhe në këtë mënyrë po paraqet vonesa për qytetarët për punë, shkollë e kudo tjetër që shkojnë, kështu që domethënë komuna e Prishtinës po tregohet shumë neglizhencë krahas premtimeve që ka deri më tani dhe po tregohet shumë domethënë arrogante, kisha më thonë, për shkak të se jemi në vitin e 4 të qeverisë së Roma, edhe ato premtime që ka qenë 206 pisosh, më na thonë që minimale që ka realizuar për Kodrën e Trimave asnjë hiç, do ka premtuar edhe shumë më shumë për lagjen tonë, ka premtuar për ndërtim të lartë me rregullu pronat, me rregullu çështën e pronave, me rregullu një plan rregullues, nuk e ka pasur asnjë betyrë, kështu që domethënë më na thonë që ka dështuar në aspektin me lagjen tonë edhe me komplet Prishtinë. Komuna e Prishtinës ka investuar 900.000 euro për projektin e pritoreve. Sa i përket kësaj, tek xhamia Llapit dhe Vranjevce Tutje, kjo pjesa prej 50 pritoreve të mbetur është e planifikuar për këto pjesë, edhe diku ku mungon. Sigurisht me 150 nuk mund ta mbulojmë krejt qytetin, por me që disa linja do të ndryshohen, do të bëhet linja 3 të trafikut urban, kuptimin edhe të marrjes së pasagjerëve, do të shkojmë mundësinë edhe të vendosjes së pritorëve të tjera. Sa i përket pyetjes suaj që është me vend dhe ka qenë premtim, po besoj që me një projekt tjetër do të inkorporohet kjo çështje, sepse në kontratën aktuale parashihet vetëm furnizimi me pritore, pastaj edhe pjesa e digitalizimit është tetë e nevojshme, sepse kjo i shërben pastaj edhe e informimit qytetarëve se ku është autobusi i caktuar që dëshirojnë që ata të marrin shërbim, sa mund vënohet e kështu me radhë. Lushaku nuk jep një datë se kur do t'i dërgojnë pritoret në lagjen Kodra e Trimave dhe te xhamia e Llapit, ku më parë kishte pritore, por komuna së fundmi i ka larguar. Përgjithsisht janë diku 150 pritore, prej të cilave 100 janë vendosur. Janë të tipit A50 të tyre, të tipit B50 të tjera, dhe po presim edhe 50 të fundit të tipit C për ta mbuluar kryesisht shumicën e kryeqytetit dhe disa zona kuptohet edhe ato që janë në periferi dhe në fshatra. Ndërsa sa i përket asaj që pyete rreth xhamisë së Llapit, stacionit tek xhamia e Llapit, ka disa arsye. Fillimisht ka qenë që të mos ju pengohet disa bizneseve sepse ka qenë tetë afër tyre dhe ka pamundsuar pak edhe ecjen, por edhe mënyra ku është tentuar vendoset ka qenë pak problematike. Tash do të rishikojmë pra që ta kthejmë në një pozicion tjetër. Nuk besoj që të lidhet me këtë çështjen e protestave, sepse siç e dimë, të njëjtit me atë vendim ju ndalohet hyrja në qytet, siç ju ndalohet edhe qytete të tjera, prandaj këtu nuk mund të bëjmë diferencime as krim të standardit të dyfisht. Sa i përket pjesës tjetër tek Vranjevci, aty shpejt do të vendoset një prej pritorëve të tipit C, por do të shohim se a do të jetë nevojshme tek ndonjë nga shkollat fillore apo në një pjesë ku ka frekuentim më të madh. Me ndërrimin e qeverisjeve komunale janë ndryshuar edhe modelet e pritoreve të autobusëve në kryeqytet.
Komuna e Prishtinës kishte pasur një plan për t'i digitalizuar këto pritore, por kjo nuk ka ndodhur ende. Ishin këto të gjitha informacionet që kemi përgatitur edhe këtë të